me shumë procedurat të prokurimit publik, të cilat janë sinjalizuar nga auditorit, të cilat thonë që pra kanë qenë hallka të dobta të shfrytëzimit të menaxhimit paras publike. Natyrisht kjo i takon auditorit, zyrës kombëtare të auditimet e jo neve, ne në kuptimin e auditimit të procesit, sepse auditimi nën kupton me marrë dokumenta dhe me i pa gjitha dokumentat. Kështu që mirëpaja që e shohim, pra po thëmë, si e dhëmë publike. Si pas komunës së Prishtinës tonë se janë 66.000 metra katror. Po tash ti mundesh me kriju sa dush metra katror. Si pas tyre, tonë se aqë është projekti. Me ngrit, unë pra po thëmë, kostoja do të me konsideru, shiko, qëfar dhe lloj projekti që ndërton? Ti mundesh me thonë, po blej Rolls-Royce, prandaj na ka kushtu shtrejt. Po e vlen barra qiron. Në një qytet i cili nuk ka as pritore... Pastaj që është prioritet. Po, s'ka as pritore të autobuzav, a e vlen që ti mi shpenzu kejt ato barat në 650 metra. Po besoj... Nëse veç Arnia... Kështu, unë e 3 pika kësha pas qef me njësë diskutimi, që ka më rëndësi se jo përmendu në fillim të misionit, që përparësia ju i këtë rast është që e kini edhe në ballafaqim mediatik kryetarin aktual, i cili rikandidon për një mandat dytë. Ndërkohë 2021 se keni pas sepse shmenda meti atë kohë pa të përfunduar dytin. Kjo ka dhe një risk, kjo është edhe përparësi dhe mangësi, sepse pikërisht ballafaqimi me zotin Rama, unë mendoj që nëse dikon e dëmton ose e favorizon më shumë jini ju, për një arsye sepse keni qenë bashkë 2 vite në qeverisje, që i vjen ai ballafaqim, është mirë sot pak të neve, me namon disa elemente, pse u ndërpreje ballafaqim, sepse kjo sytë qytetarët pa vendosën. O ta vlerëson kritikën ty ose zotit Rama, sepse ka një akuzë ndërsjell që bëhet publik, sidomos zotit Rama ndaj ju, po edhe ju ndaj tij. Me drejt pa drejt nuk e di. Nuk du me paragjykue. Është mirë ata që na ngojnë sot, që kanë munguar deri në fund fushatës, me u sqaruar njëre mirë kjo punë. Çka keni përgjegjësi nga ajo këtë qeverisi që po përmendim me drejt, çka keni merite në atë bashkëqeverisje. Pastaj e pyesim me zotin Rama kurdo që e kemi këtu. Kjo është shumë e rëndësishme për qytetarin, mu e kjo dilemë, sepse ky debat publik, kurdo që e keni me zotin Rama, që në balotazh, që këtë bashkë të katës të 5-it, kjo mundet me dëmtuar shumë ose me favorizue. Në varësisht kush është fajtori më i madh. Sot më intereson me ditë pse ka ndodhur ndërprerja e koalicioni që tashmë ka edhe akuza. Shiko, kom fol shpesh për këtë punë dorën zemër dhe gjithmonë po vjen sepse po bëhet si tim me qujtë edhe nga gjithë që po e kërkojnë. Shiko, koalicionet ndodhen edhe prishin dorën zemër, dhe nuk është një temë që nuk ndodh. Unë kur jam fut në koalicion, jam fut me idenë që kam pas një kërkesë nga zoti Rama të futem, nuk ka që ka qenë kërkesë imja. Përkundrazi unë në atë kohë kam thonë që nuk jam shumë interesuar për koalicion. Mirë po ka qenë një kërkesë që ka ardhur nga zoti Rama. Po, që t'jemi pjesë, dhe në rregull, se kryetari ta lyp tash, mos te bëj unes, po du me bo, mirë po tregoj si ka qenë dinamika, pra, dhe normali që kryetarit fton për koalicion, si jeti aj që bëhesh vullnetar, po s'ka qenë e imja kështu, kam pas një dilemë të madha me ju apo jo, jam fut për hir Prishtinës. Jam fut për hir Prishtinës, kuptimin te bëjmë një ekip që mundet me punu. A tregon që kam bo veprime për hir Prishtinës, tregon edhe qeveria që njerëz të cilët ja kam dërgu. Njerëz kanë qenë, si me thonë, 50-50, 3 gra dhe 3 burra, gjithë kanë qenë njerëz të cilët kanë punu, kanë qenë dinamik, kanë qenë të mirë, njerëz kanë qenë një ndatë kënaqur me ta. Pra gjithë kjo ka qenë tepër e rëndësishme me kuptu vullnetin tem dhe kërkesën time që e kam. Jemi nda për arsye të Badovcit, që ka ndodhë, pra një temë që ka deshtaj me shpërnsu një tokë, edhe që më pastaj Diçka s'pja përmeni shumë që të fushat. Pra më pastaj s'mujta me gjetë një dokument ishta me lyp edhe që asin që aj ka desh me bo një shpërnsim, unë kam qenë kundër ati shpërnsimit, kam dalë deklarativisht njërin dar asemblista tonë ka thënë që është... Ka qenë i kundërliqshëm? Edhe i kundërliqshëm edhe i pamoralshëm, si pas mendimit tim. Do më thonë, zoti Rama ka qenë pro asaj. Ka qenë pro dhe e ka. I vjen pas ka ardhur me një projekt para praktikës, sepse ai ka qenë edhe arkitekt i angazhuar atë kohë për ndërtimin në Badovcë. Po. Edhe kështu që kjo që ka ndodhur dhe kështu ka qenë. Okej. Edhe një sante përmendot, program konkret, që realisht unë kam lexuar programin e juaj edhe 4 kandidatëve të tjerë. E vërtet, ju Besa Shahini dhe Bek Berisha e keni më konkret, më për tokë, që qytetarin e prekupon direkt, pak si projekte futuristike që e ka zoti Rama, zoti Qeku. Çështja jonë, nëse ju jeni në balotazh, potencialisht kryetari i ardhshëm, a shihni mundësi bashkëpunimi më të mirë me 2 kandidat, Bek Berisha dhe Besa Shahini, apo prap
provoni ose tentoni me pas një koalicion me këto dy partitë e mëdha, qoftë vendosja, qoftë LDK-ja. Sepse ju duhen edhe në asamblejë numrat. Qiko, qëllimi jam me fitu... është afërsia programore ma madhe realisht, me Bek Berishën e me Besa Shahinin. Qëllimi jam është me fitu, qëllimi jam është me kriju qëtë programin me mri të qytetari, nuk jem të mendu për koalicione fare, nuk jem të mendu jem të mendu që me bo një koalicion me qytetarin, mendoj që kjo është e rëndësishme për qytetarin, nuk jenë këtu afërcit partijake apo politike. Programore janë, zoti Ismaili, sepse edhe ju jeni me program shumë konkret, gjithdo lagje, njët e bom Besa Shahini, njët e bom Bek Berisha. Ndërkohë se kemi pa këta dy tjerë, për Parim Ramon edhe Ajrolla Qekon. Po. Bjerë mendoj, ja u letëso bashkëpunimin nëse potencialisht jeni ju kryetari ardhshëm. Ose Besa, me ju ose kudo qoftë. Unë mendoj që qytetarët për momentin janë të fokusum kush ja u zgjidh probleme dhe kush është ndryshimi. Po pra, këta për thonë. Në këtë rast unë konsideroj që njerëzit janë duke poshtë dhe më shumë që dallimi në mes të zotit Rama dhe me është jashtëzakonisht i madh. Ai flet për do projekte të cilat janë të mëdha dhe të cilat potencialisht do të mbesin pa realizuar sipas mendimit tim. Dhe unë kam një program i cili është, si më thonë, i drejtuar drejt problemeve të menjëhershme të qytetit. Lagjeve të qytetit. Dhe për mua mendoj që kjo është e mjaftueshme dhe këtu fokusi i qytetarit, me tregu drejt. Dhe fokusi jam. Pra, nuk jam të e mendu në hapin e dytë, hapin e tretë, unë jam